Festivali mbarkumtar letrar që u zhvillua në Shkodër ndër të tjera tregon se letërsia shqipe është unike. Pavarësisht ndarjeve të padëshiruara kufitare, thekson shkrimtari i njohur nga Kosova Ndue Ukaj, i cili ishte i pranishëm në këtë aktivitet. Aktivitetet si ky janë një provë e mirë dhe një dëshmi e mirë se letërsia shqipe mund të duket unike, është unike dhe duhet të trajtohet si unike. Dhe përmes këtyre aktiviteteve ne kuptojmë cilat janë trendet e ka po lëviz letërsia shqipe. Kuptojmë edhe një gjë se ngritja cilësore e letërsisë shqipe është një dukuri që duket. Mjafton vetëm ta duam, ta lexojmë dhe ta bëjmë pjesë të mediumit të përbashkët kulturor për cilët mund të ushqejmë të gjithë për të formuar qytetrimin tonë, sepse fjala formon qytetrimet dhe ne jemi këtu në një mjedis ku fjala vërtet ka pas peshë dhe vetë si themi motoja e këtyre ku shkojnë fjalët është një çështje shumë e bukur për mua, sepse vërtet fjalët pak kund shkojnë më mirë edhe pak kund prehen më mirë se në Shkodër për cilët jemi edukuar gjithë ne në pikpamje letrare, në pikpamje estetike, në pikpamje edhe kombëtare. Nuk mund të ketë dy letërsi ndër shqiptar. Kjo është shumë e rëndësishme të theksohet shpreh Ukaj. Letërsia jonë ka një gjuhë të përbashkët, dhe kjo është thelbësorja, thelbi ekzistencës një letërsia është gjuha, me faktin se ne kemi një gjuhë dhe kemi një kujtesë të përbashkët, shumë e rëndësishme. Kemi dhe autorë të përbashkët. Janë dëshmi pafundme për provu ato që thonë jo se ne kemi letërsi të bashkë. Aktivitetet si kjo dhe të tjera që duhet organizohen, e ndihmojnë këtë proces, e ndihmojnë në kuptimin edhe të heqjes barrierave që mund të jenë para se gjitha shërimin shkencat nga të kaluara dhe të vendosjes kontakte të reja dhe raporteve të reja brenda letërsisë shqipe për të kuptuar largëshitë shumë llojshmëritë e pasurojnë një letërsi. Dhe këto aktivitete na dëshmojnë edhe këtë gjë. Nisur nga kjo letërsi unike, shkrimtari kosovar Ndue Ukaj u drejtohet atyre pak individëve në Kosovë që flasin për kombë kosovar, duke theksuar se njohja e letërsisë shqipe u jep përgjigjen e qartë për përkatësinë e përbashkët që fillon nga gjuha shqipe. Jo, nuk ka kombë kosovar, këto se pretendime të faboza, sepse kombet të tilla mund të jenë sajesa çfarë na kujtojnë ideologjitë e kaluara, për shembull kombi jugosllav, kombi çekoslovak, kombi ekskluzivisht prodhuar nga një ideologji e cilat në momentin që shpërthen një krizë kombëtare zhbohen. Nuk mund të krijohet një kombë kosovar sepse nuk ekziston një kombë i tillë, ne kemi një histori të përbashkët, ne kemi një kulturë të përbashkët, ne kemi një trashëgimi të përbashkët. Fundja gjuha është thelbi i ekzistencës një kulture. Përveç gjuhës janë kujtimet e përbashkëta. Kosova e sotme, edhe në terman politik, është rrjedhoja asaj çfarë ne e quanim mall për një Shqipëri për cilës ishim ndarë. Dhe gjitha kujtimet tona lidhen me këtë. Ne rezistonim përballë Serbisë me faktin se ishim shqiptar, jo për një arsye tjetër. Festivali mbarkumtar letrar tashmë tradicional në Shkodër u organizua nga Biblioteka Marin Barleti në mbështetjen e Bashkisë Shkodër. Gjatë 2 ditëve në 31 tetor dhe 1 nëntor u zhvilluan aktivitete përmbyllëse të një muaji të tërë kushtuar këtij festivali, ku morën pjesë shkrimtarë dhe studiues nga gjithë hapësira shqiptare.